Ish avokati Donald Trump ka bërë thirrje për largimin e menjëhershëm të presidentit amerikan nga detyra, duke deklaruar se ai është ndërruar në një të çmendur. Ty Cobb, i cili punoi ngushtë me Trumpin gjatë mandatit të tij të parë, pretendoi se gjendja mendore e presidentit është përkeqësuar ndjeshëm deri në pikën ku ai tashmë është plotësisht i papërshtatshëm për të ushtruar funksionet e tij. Në një intervistë ekskluzive për The AI Paper, Cobb u shpreh se mandati i dytë i Trump është i frikshëm dhe distopik, sepse presidenti është i rrethuar vetëm nga njerëz që e mbështesin verbërisht dhe që nuk kanë vullnetin apo aftësinë për të kontrolluar impulset e tij. Cobb paralajmëroi se presidenti i 79 vjeçar, personi më i moshuar që ka mbajtur ndonjëherë këtë post, duket se po bëhet gjithnjë më i dëshpëruar dhe i rrezikshëm, teksa vazhdon luftën me Iranin, pavarësisht një armpushimi të brisht. Si SBA-ja ashtu edhe Irani po bllokojnë ngushticën strategjike të Hormuzit, duke shkaktuar rritjen e çmimeve të energjisë në mbar botën dhe duke kërcënuar një përshkallëzim katastrofik. Kritikët e Trumpit kanë veçuar një postim famkeq në rrjetet sociale, ku ai paralajmëronte se një qytetëri mitër do të vdesonte nëse do të skadonte afati i parë për bisedimet e paqes. Kur kishin mbetur vetëm pak orë, ai e shtyu këtë kërcënim për 2 javë, që atëherë ai e ka shtyrë sërish afatin, por raportet sugjerojnë se po informohet mbi planet përgoditje të reja, të shkurtra dhe të fuqishme për thyer ngërçin aktual në bisedime. Një tjetër paralajmërim i Trump drejtuar Iranit, hapeni dreqin atë ngushticë o të çmendur, përndryshe do të jetoni në ferr, ka nxitur një val të re shqetësimi mbi aftësinë e tij mendore për të qëndruar në detyrë. Muajin e kaluar, kongresmeni Jamie Raskin, demokrati kryesor në Komitetin e Fuqishëm të Drejtësisë, i dërgoi një letër shtëpisë së bardhë, duke kërkuar një ekzaminim të plot neurologjik të presidentit për shkak të alarmit të thellë dhe në rritje për gjendjen e tij mendore. Ai përmendi veçanërisht shenja që përputhen me demencën dhe rënien e aftësive njohëse, si dhe shpërtimet e Trump që po bëhen gjithnjë më të paqarta, të paqëndrueshme, vulgare dhe kërcënuese. Cobb përfaqësoi Trumpin gjatë presidencës së tij të parë në vitin 2017, gjatë hetimit të këshilltarit special Robert Mueller i lidhjet e dyshuara me Rusin. Ai është një nga të paktët avokatë që doli pa u dëmtuar profesionalisht nga periudha e tij në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, kohët e fundit ai është kthyer kundër presidentit. Cobb shpjegoi se gjatë mandatit të parë ata zhvillonin diskutime thelbësore dhe takoheshin përdit. Sipas Cobb, në atë kohë kishte njerëz rreth presidentit që guxonin t'i thonin jo, duke paralajmëruar nëse diçka që ai synonte të bënte ishte e palikshme apo jo presidenciale. Ai theksoi se zyrtarësi i shefi i shtabit, generali John Kelly, dhe ish ambasadorja në OKB Nikki Haley e orientonin presidentin dhe ai, duke patur mungesë përvoje, i ndiqte këshillat e tyre. Një ndryshim tjetër i madh sipas Cobb është rënja mendore e Trump. Ai pajtohet me analizat e mjekëve si psikologu John Gardner, të cilët thonë se presidenti amerikan po shfaq shenja të rënies së lobit frontal dhe demencës, e kombinuar me atë që ai e quan narcizëm malign. Kjo krijon një përzierje shpërthyese. Cobb përmend edhe fyerjet që Trump i drejtoi regjisorit Rob Reiner, zvrasjes brutale të këtij të fundit dhe bashkëshortes së tij. Trump pretendoi se Reiner u vra për shkak të zemrimit që kishte shkaktuar tek të tjerët përmes sëmundjes së tij mendore, të njohur si sindroma e çmendurisë nga Trump. Ky është një njeri që ka vërtetuar se është shpërtej çdo aftësie për të ushtruar ligjërisht detyrën, shtoi Cobb duke theksuar se duket sikur qeverisemi nga një i çmendur. Sipas tij, gjendja mund të rëndohet edhe më shumë, duke qenë se populariteti i Trump ka rënë në nivelin më të ulët historik, vetëm 32% miratim nga publiku. Cobb vuri në dukje edhe postimet e shfrenuara gjatë natës. Presidenti postoi 18 herë brenda 3 orësh, deri në orën 3 të mëngjesit, një sjellje aq e paqëndrueshme sa e bën edhe Joe Biden të dukej më mirë, shkruan The AI Paper. Në fund të presidencës së tij, Biden nuk ishte i përshtatshëm dhe përkeqësimi i aftësive të tij mendore ishte i dukshëm. Por kjo është diferenca mes plakjes normale dhe një narcisti malign. Kur u dobësua kontrolli i Biden mbi sjelljet e veta, ai u bë një gjysh i plakur. Kur kjo gjë ndodhi me Trump, ky u bë shumë i rrezikshëm, përfundon ish avokati.